Në vitin 2016, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalosi për herë të parë projektin për ndërtimin e një stacioni energjik në Tragjas. Qëllimi i këtij projekti ishte që pas ankesave problemeve të shumta që kishin banorët e disa fshatrave të zgjidhej një herë mirë furnizimi me energji elektrike. Në stacionin ndërtuar brenda 2 vitesh në fshatin Tragjas do bënte të mundur ndryshimin e tensionit energjetik nga i lartë 35 kV në 20 kV dhe më pas shpërndarje në fshatrat e zonës. Megjithëse kanë kaluar 10 vite nga shpalosja e këtij projekti dhe afro 8 vite nga përfundimi i stacionit, sërish ky fundit nuk funksionon. Në stacioni elektrik i Tragjasit, i cili u parashikua që të furnizonte me energji elektrike Radhimën, Orikumin, Dukatin, Tragjasin, por edhe Llogoran, prej vitesh vazhdon që të jetë jashtë funksionit. Megjithëse u parashikua që të ishte zgjidhja e problemit për sa i përket furnizimit me energji elektrike, ky në stacion, edhe siç mund ta ndiqni nga pamjet pas shpinës time, dallohet qartë që nuk funksionon. Gjatë ditëve me erë të fortë dhe moto përkeqësuar në Tragjas, Dukat, Radhim dhe Orikum, energjia ndërpritet duke i lënë këto fshatra në terr të plot. Fshatrat e njësisë administrative Orikum vijojnë të marrin energji nga llogaraja nga një sistem transmetimi energjie mes shtyllave të vjetruara dhe kabullave që kaputen. Ky në stacion në varësi të OST-s nuk dihet nëse do të funksionojë ndonjëherë, pasi nuk është kryer akoma lidhja me sistemin e shpërndarjes në fshatra. Sistemi i shpërndarjes kërkon sigurisht investime, shtylla të reja, vendosjen e linjës ABC dhe sigurisht stacione kontrolli, punë e cila deri më tani nuk është nisur.